Pavarësisht se është ditë pushimi, në disa segmente të rrugës Shirok-Zogaj punohet edhe të shtunën. Kryesisht punimet janë përqendruar në zgjerimin e kthesave, vendosjen e turbinave dhe ndërtimin e mureve mbrojtëse. Drini Gjafa nga Qendra Sportive Ujore në brigjet e liçenit të kësaj zone thonë se janë bërë përgatitje nevojshme për sezonin turistik, duke ofruar shërbim cilësor për vizitorët, si në aspektin e sigurisë së mjeteve lëndruese në hapësirën e liçenit dhe të bunës, ashtu edhe në pasurimin e guidës turistike. Për momentin, punimet e rrugës na kanë rrit pak sfidën e shërbimit të aktivitetit, por jam i bindur që kjo investim ka me pas një efekt shumë pozitiv tek turizmi i gjithë kësaj zonet. Gjithashtu, jo vetëm infrastruktura rrugore, por edhe vëmendja më arritën drejt turizmit natyrës edhe turizmit kulturor me fokus veriu në Shqipërisë edhe Shkodër në veçanti. Ne kemi në fokus që me dhënë më tepër shërbimet publike në gjithë turistave, vendas edhe të huaj, edhe në lidhje me kapacitetin ne kemi marrë në fokus që me majtë në cilësinë e aktivitetit. Dhe pasi të kena të siguru me cilësinë, atëherë mundena me menu për me rrit kapacitetin. Në lidhje me sigurinë dhe cilësinë e aktiviteteve, ne fokusojmë që me majtë në standardin maksimal. Dhe pastaj ne kena të bëjmë me natyrën, forcat cilës ka gjithmonë surpriza. Nga kjo pikë nuk ndërmerren udhëtime të gjata siç mund të jetë destinacioni Syri i Sheganit në veri të liçenit, pasi për distanca të largëta përdoren mjete të tjera lundruese. Shegani është në fokus të zonës së Sheganit. Ne kena në fokus pjesën e Shiroks dhe të Lumit Buna. Shegani sigurisht që është e bashme, por dan një planifikim më serioz nëse do me e bë për këto. Punimet për ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj Krajës natyrisht që kanë krijuar disa vështirësi për lëvizjen e automjeteve, por nuk ka pasur ankesa në këtë drejtim. Për të gjithë është e rëndësishme që kjo rrugë të përfundojë sa më parë dhe të mundësohet shfrytëzimi me kapacitet maksimal i kësaj zone për zhvillimin e turizmit.